E cili është kesh kuptimi më i madh që përballesh me pacient rreth laserit, se ka mite, frika të ndryshme, çka ki nevojë më shumë ju shpjegu? Realisht kjo që tash, ajo pjesa e laser fotokollimit që shpesh i ndëgjoj për pacientëve, sepse retinopatia diabetike zakonisht janë më shumë të ata pacientë moshuar, edhe ata e kanë idenë domethënë tash që unë bona një herë laser, mas një koha më hupi të pomrit ose më do psu të pomrit. Alla si bona laser më dëmtu të pomrit. Jo, nuk ka qenë laseri. Ne duhet ta kuptojmë që nuk ka qenë laseri. Laseri ka parandalu, por nëse ti se ke plotsu komplet, aty prapë është të kemi disa seanca që duhet bëhet me laser, e ke lënë trajtimin e gjysmë, atëherë gjithmonë ty humbja të pomrit vjen prej retinopatisë diabetike, nuk të vjen prej laserit. Po, edhe patjetër se këta me që risolle si tim, kushdo që momentin e parë të diagnostikimit nga endokrinologu ose kushdo për diabet, takimi i dytë të nesërme duhet jetë oftalmologu, sepse diabetu e prek sytë, unë po flas tash si një paciente, si një qytetare. Në atë mënyrë sa që ti deri në 12 mundesh me pa perfekt, në 12 minutë mundesh me met pa shikim. Sepse se kemi gjak deri diskutohet më një. Absolutisht, është smundje që vjen edhe të godet, po jo çaq lehtë sa mendon ti, ai gradualisht e përfshin synin. Edhe unë po mundohem me shumë mirë thora, ç'është nëse pacientët pse unë kur i them pse s'ka më herët, po kom po shumë mirë. Po shumë mirë thonë, po. Kjo është ideja, po kur e shoh ç'është është pomja në retin, ai nuk është që ka po mirë çdollone para 2-3 ditëve s'po shoh. Po, po. Kur e shef ti syrin që e ka aty e din që ka vite që desa ka mriç atë. Pas ka qenë kurrë asnjëherë të mjeku. Të mjeku i syve. Kjo është edhe gabimi shtesë që duhet me bë thirrje te kolegët. Të mjekësia familjare të endokrinolog, që kemi tash një bashkëpunim shumë më të mirë se sa përpara. Po, shqyr, po ka ende vend për të përmirësuar.